megjithatë duhet theksojmë diçka. Patjetër që në momentin që largohemi nga ekonomia e keshit, pra në një ekonomi në një tjetër, pra në teknologjinë financiare, do të ketë një kosto, se për çdo transaksion sistemi bankar do të marrë komision. Po lëre atë, mirë, pse thuhet ajo? Ose do e paguajmë të nafta prapë? Ajo dihet. Po problemi është që mos është pak shpejt 2030, 5 vjet ikin kështu, pam. Këtë po thoj edhe unë, siç thatë ju që në fillim të intervistës, thatë që Europa ka kohë, pra ka kohë, pra ka natyrë. Europa s'e ka 100%. Po absolutisht nuk e ka 100%, ndërkohë që ne pretendojmë që ta bëjmë 100%, ndërkohë që ne nuk duhet ta bëjmë 100%. Pse nuk duhet ta bëjmë? Një pandemi, një tërmet, fatkeqësi tjera natyrore, një problem. Lëre sa jap kujtohet, sa doli kjo më kujtoi ajo që ndron tanket. Për pandeminë. Ajo ishte. Një tjetër problem, një sulm kibernetik. Se u harruan 5 vjet nga lu. Jo më shumë. Është e vërtet. Pra një sulm kibernetik, një luftë e mundshme në Ballkanin Perëndimor. Ne kemi korrekt. Po ka shumë individ që nuk kanë as para të paguajnë në internetin për të pasur apo le të themi ofertën në telefon, për të pasur internet në telefon me qëllim që të bëjmë këto pagesat. Pra, duhet patjetër që së pari të vendosim prioritete. Qeveria jon patjetër që duhet të jetë drejt inovacionit dhe drejt eliminimit, jo eliminimit, por reduktimit paras kesh, por ka forma të tjera. Së pari ta nisim një herë ofrimin e shërbimeve publike cilësore. Së dyti, individ të cilët keni standard jetese dhe së treti, patjetër që individi do të shkojë drejt digitalizimit, do të shkojë drejt teknologjisë. Por në sa kohë vendoset teknologjia, inovacioni prioritet, ndërkohë që ne nuk kemi akoma spitale, një sëmur me zemër që duhet të operojë zemër duhet vi patjetër në Tiranë sepse në asnjë qytet nuk ofrohet ky shërbim. Atëherë i bie që Tirana të ketë një dhe ai sëmur me zemër mund dhe të vdesë se ndoshta nuk pret rrallën. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Pse duhet flasim për inovacion, për sa kohë nuk kemi shërbime të bazë që janë jetësore për qytetarët shqiptar. Është dhe kjo që bëhet për ndru muhabetin. Po patjetër që edhe kjo. Çfarë kemi çfarë por ndoshta edhe një formë për të marketuar në arenën ndërkombëtare që ne apo europiane më saktë që ne po bëjmë risi, jemi vendi i parë që po bëjmë këtë, vendi i parë që po bëjmë këtë, sepse ne po flasim për pa para fizike, nuk po flasim që për reduktimin e paras fizike që kjo është normale. Si çdo kavje. Para që bëjmë këtë. Tani, parashikohet që kjo nisën të fillojë të rrisë çmimet? Tani, kjo nisë më mendoj që nuk është se do rrisit çmimet, po çështja është për ne do të ketë kosto të shtuara, siç janë komisionet, pra për transaksione, patjetër që sistemi bankar do të ketë komisionet. Ne e dim shumë mirë që sistemi bankar në Shqipëri, krahasimisht dhe me vendet e rajonit, por dhe me vendet e Bashkimit Evropian, ka le të themi për transaksionet ka komisione më të larta, gjë që rëndon tek buxheti familjes shqiptare. Në rast se të bie ty ta prezantosh këtë gjë, si do ta prezantosh një personi të moshës së tretë, një gjysheje, si do ja thuash aty paradën digjitale? Ajo gjysheja si do ja shpjegosh? Është shumë e vështirë ta shpjegosh sepse ajo gjyshja nuk i intereson, në radhë parë do të shohë paratë sepse ka një tjetër kulturë. Së dyti, ajo gjyshja do të jetë shumë herë e fiksuar, do rezistojë ndaj këtij ndryshimi dhe e di pse, se nga fakti që nuk din ta përdori, nuk do të ketë besim as tek fëmijët dhe as tek niprit, pasi patjetër që janë paratë e saj dhe duhet të ketë ajo në kontroll, dikush tjetër. Le të thosh komisionin pastaj. Është e vërtetë. Iku, i ratifikët. Po patjetër. Çfarë mendon për faktin që me paratë digjitale çdo transaksion mund të regjistrohet? Pra, domethënë atë shqetëson privatësia dhe mundësia që dikush ta ndjekë se çfarë bën ti me paratë? E di pse domethënë patjetër që mua më shqetëson, po më duhet flisja në emër qytetarëve shqiptar. Më besoni që qytetarët shqiptarë e dinë shumë mirë që vetëm privatësi nuk kanë, pasi dolën dhënat, dhe gjëja kryesore që do t'i shqetësojë qytetarët shqiptarë është sa do paguajnë për këto transaksione, se për privatësinë ka vite që shqiptarët nuk i është cënuar privatësia, ne dim pra ID-n e çdo qytetar po duam, dim numrin e telefonit, dim sa ka qenë paguar para disa vitesh etj etj. Pra shumë lehtë gjurmueshme këtë gjë, për këtë ne shqiptarët jemi dorëzuar. Pra ne nuk kemi privatësi, na është cënuar dhe askush nuk doli për mbrojtjen e privatësisë. Pra minimalisht disa intelektuale po qytetarë që pretendojnë që janë pjesë e shoqërisë civile, duhet të dilnin dhe të protestonin dhe jo të protestonin sa herë ka ngren pozita apo opozita për një çështje. Pra, shqiptarët për këtë gjë janë koshient që vetëm privatësi nuk kanë. Problemi i madh është se si do ta bëjmë, si do bëhet, sa para do shpenzojnë. Po pra, a mendon se është e lehtë për dikë të bjerë në atë që quhet faliment digital, nëse banka rrjeti ose teknologjia dështon, nëse gjithë financat janë digjitale?
Unë mendoj që po, sepse ndonjëherë kur ti financat pra ne jemi shqiptarë dhe kemi pak të vështirë, pra prandaj duhet të hap pas hapi. Kur ti nuk i ke parat fizike dhe ke digitalin ndonjëherë dhe në mënyrën se si ti bën shpenzimet nuk i ke në kontroll. Pra mund të bësh blerje duke mos i pasur parat aty, pra ti shohësh, mund të bësh blerje të cilat nuk janë të nevojës dhe në fund muaj ti ndoshta futesh edhe në borxh pasi ke blerje të cilat nuk kanë qenë ato të prioritare. Pra, është dhe kjo çështje, do një mirë menaxhim dhe një perceptim se kemi shumë të vështirë të perceptojmë kartën. Mendon ndoshta që ky tranzicion, le të themi 5 vjet kohë drejt paras digjitale do të mjaftoj për të adoptuar dhe edukuar njerëzit? Në fakt, edukuar, për të mësuar. Për mendimin tim që është shumë pak kohë dhe për më tepër unë mendoj që duhen edukuar biznesmenët, pra ato cilët bëjnë evazion fiskal, informalitet dhe ato që bëjnë pastrim parash. Disa e vështirë është që kur shohim ndërtime pafund, biznese pafund që në të vërtetë për shembull bare, restorante që janë në zonat bregdetare ku në fakt ato janë bosh, por deklarojnë fitime maramendse. Po bravo. Se çfarë do të bëjnë ato në fakt? Pasi kjo është në kuadër të pastrimit parave më tepër dhe të uljes së infrastrukturës, ndërkohë që këto janë fenomene që kërkojnë kohë. Ky është halli i biznesmenëve, po si do blehet buka? Me telefon do vinë transfert? Patjetër, sepse në çdo dyqan buke do të jetë pajisje që çdo gjë do të jetë pra me para digjitale, pra jo me para fizike. Po te kursime, se do ndikoj kjo për shembull? Si mendohet ndikoj? Këtë thash Këtë thash është pak e vështirë për të perceptuar se shpeshherë familjet shqiptare mund të bëjnë blerje dhe mund të shpenzojnë më shumë se ç'duhet dhe do kenë vështirë për të kursyer, por me anë tjetër do jetë si një ndoshta do hapi një llogari kursimi dhe me transfer të parat tek ajo llogaria të kursimit, ai sa kanë menduar ato se duhet kursej. Tani për bërjen e këtij çfarë është ky ligja, projekt ligja? Akoma është një nisëm, në fakt është një nisëm pasi janë pyet ekonomistët apo ata bëjmë? Në çdo konsultim publik nuk pyeten ekspert, cilët mund të jenë pedagog. Në fakt ka aty në konsultime publike, por që ndonjëherë janë individ cilët janë në mbështetje të nismave apo të projekt ligjeve dhe jo individ cilët ndoshta jo që nuk janë mbështetje, sa absolutisht dhe unë jam mbështetje, por që duhet të shikojnë disa aspekte të rëndësishme me qëllim që kjo nisëm të funksionojë, se ideja është që mund të jetë nisëm, mund të ketë probleme tek ekzekutimi, se në fakt është një nisëm që duhet ta bëjnë qytetarët dhe bizneset dhe jo qeveria. Në fund të gjithë kësaj, kush përfiton? Nëse do të bëhet, përfitojmë të gjithë në fakt. Në një farmase qytetarët mësohen me pjesën digjitale sepse drejt kësaj bote po shkojmë, nga ana tjetër kursejnë kohë. Duhet parë kostot në fakt, kostot e transaksioneve që mos t'jenë rëndim për buxhetin e familjeve shqiptare. Qeveria patjetër që përfiton, patjetër dhe biznesi, pse jo ofron shërbime ku mund të nxjisë dhe fitimet. Çmërsh, kur e mendon këtë, domethënë, imagjino brezat e ardhshëm të bëjnë fëmijë mos e bë. Drejtësia logjike se duket si batutë, në fakt po. Ja, është vërtet. Domethënë, çka keni parë nëpër qinkon e Jules Vernit, që lexonin këto apo shihnin filmat e timor, tashmë janë bërë realitet. Megjithatë unë gjykoj që varësia 100% tek teknologjia, pra tek financa teknologjike si në rastin që ne po flasim, nuk duhet të jetë 100%, pasi edhe në vendet e zhvilluara të Europës, por dhe të botës, ka sasi të parave fizike që lejohet. Kështu që ne jemi të parët, çfarë thotë? Ne jemi të parët çdo gjë. Kështu që urime për emisionin pak fjalë. E dashur Romina, unë të falenderoj shumë dhe se di çfarë do procedohet tani e tutje, domethënë do bëhet konsultim publik apo s'besoj, e kanë ndarë mendjen. Patjetër që do kaloj ato hallkat që duhet kaloj, por nëse është një nisëm që duhet bërë, edhe nëse do të ketë vërejtje. Imagjino domethënë pagush me kartë çdo gjë. Fara, misra, bukën po. Edhe çdo gjë tjetër. E dashur shumë faleminderit. Faleminderit.